Në spitalin e Mushkrive në fshatin Lezhë të komunës së Arcës, uji nuk mund të pihet, por sipas ministrit të shëndetësisë Sasho Klekovski, kjo nuk është ndonjë gjë e re, sepse siç tha, uji në këtë fshat nuk pihet prej më shumë se një dekadë gjatë stinës së verës. Kjo ndodh sepse vinë mërgimtarët dhe duhet të shtohen kapacitetet e ujit. Состојбата во Лезhë не е тајна и затоа што таа трае, да не кажам со деценија, ама најмалку последната деценија во летните месеци. И Министерството за здравство и Министерот за здравство меѓу 2017-2022 можел да го види тоа од редовните наоди што стигале во Министерството за здравство, дека и тогаш водата била неисправна и населението тоа го знае и се придржува кон упатствата што ги добиваат за постапување. Komuna e Arcës ka mohuar akuzat për dezinformim lidhur me furnizimin me ujë në fshatin Lezhë, duke theksuar se banorët prej disa muajsh nuk e përdorin ujin për pije për shkak të mungesës së tij gjatë periudhës së verës dhe duke apeluar që kjo çështje të mos keq përdoret politikisht. Kjo situatë përsëritet pothuajse çdo vit dhe banorët e fshatit si dhe qytetarët e komunës janë informuar me kohë nga institucionet kompetente. Prandaj, është e papranueshme që kjo çështje të shfrytëzohet për përfitime politike apo për të krijuar panik te qytetarët. Shëndeti publik nuk duhet të bëhet objekt manipulimi dhe asmjet për propagandë politike. Tetova së bashku me komunat rurale ka gjithsej 99 fshatra, nga të cilat rreth 80 prej tyre nuk kanë ujë të pishëm, pasi shumicën e ujësjellësve menaxhojnë vetë bashkësitë lokale. Për shkak të mungesës së ujit, bashkësitë lokale detyrohen që në ujësjellës të fusin edhe ujë lumenjsh për të shtuar sasinë e ujit në shtëpitë e tyre.